Aksidenti rënd në aksin Fusharës Bajramcuri plagose të rënd drejtuesi motori dërgohet me urgjencë drejt spitalit të traumës. Ditën e sotme një aksident i rënd rrugor është regjistruar në segmentin Fusharës Bajramcuri në fshatin Porav. Sipas informacioneve paraprake, një automjet Foristrat ka përplasur një motor duke lënë të plagosur rënd drejtuesin e mjetit me 2 rrota. I plagosuri është identifikuar si Auka, është transportuar në gjendje të rënd drejt spitalit Bajramcurit, ndërsa për shkak të gjendjes është ndërhyrë me transport me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.